Gjenë ora 14:20 në fshatin Vrapçish të Gostivarit, zyrtar policor nga njësia policore Gallat e kanë arrestuar një 51 vjeçar nga Vrapçishti. Ai dyshohet se gjatë vitit 2025 i ka dërguar kërcënime ish partneres së tij 31 vjeçare nga Shkupi përmes telefonit mobil dhe një aplikacioni të rrjeteve sociale. Sipas kallëzimit, ai ka dëmtuar veturën, e ka ndjekur dhe ka kërcënuar, si dhe kishte vendosur një pajisje për gjurmim në automjetin e saj. Nga ai është konfiskuar dhe arma që e posedonte pa leje. Pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij, do të parashtrohet kallëzim përkatës. Gjenë ora 11:10 zyrtar policor nga SPB Tetov e kanë privuar nga liria një 29 vjeçar nga fshati Poroj Tetovës. Ai paraprakisht pas një mosmarrveshje e ka sulmuar fizikisht dhe me një mjet të fortë një 67 vjeçar, ndërsa më pas i ka dëmtuar dhe automjetin. Pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Gjenë ora 15 në Tetov, zyrtar policor nga SPB Tetov e kanë arrestuar një 38 vjeçar nga Tetova. Paraprakisht, ai së bashku me bashkëshorten e tij, me përdorim force, kanë hyrë në zyrën e një 45 vjeçare nga fshati Falisht, e punësuar në Qerdhen Mlladost, ku më pas e kanë sulmuar fizikisht. Pas dokumentimit të rastit ndaj tyre, do të paraqitet kallëzim përkatës. Gjenë ora 15 në SPB Tetov, një 30 vjeçar nga fshati Përshevci Tetovës ka raportuar se në rrugën e Lindenit në Tetov është sulmuar fizikisht nga një qytetar nga fshati Kallnik, po merren masa në zbardhjen e rastit. Gjenë ora 22:20 në rrugën Tetov Gostivar, zyrtarët policor nga stacioni policor për sigurinë në komunikacionin rrugor në Tetov kanë arrestuar një të mitur 17 vjeçar nga fshati Sellarce e Përme. Gjatë kontrollit në komunikacion, policia ka ndaluar një automjet Opel me targa të Tetovës që drejtohen nga ai dhe është konstatuar se është i mitur dhe pa patent shoferi. Me urdhër të prokurorit publik ai është privuar nga liria, ndërsa automjeti është konfiskuar. Gjenë orën 20 në rrugën Tetov Gostivar, zyrtar policor nga SPB Gostivar e kanë arrestuar një 29 vjeçar nga fshati Bojani Shkupit. Gjatë kontrollit në komunikacion, policia ka ndaluar një automjet Volkswagen Golf me targa të Tetovës që drejtohen nga ai dhe është konstatuar se po drejtonte pa pasur të kaluar provimin për patent shoferi. Automjeti është konfiskuar dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të paraqitet kallëzim përkatës.